Ish kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Suedisë Carl Bildt në profilin e tij në Twitter publikoi se po udhton drejt Shkupit, edhe pse informacion zyrtar për vizitën e tij në Maqedoni si dhe për takimet me persona zyrtar ende nuk ka. Viteve të kaluara gjatë krizave politike në Maqedoni dhe në përgjithësi në Ballkan, Bildt nuk i ka kursyer fjalët në deklaratat e tij kur ka të bëjë thirrje për qetësi ose kur ka shprehur qetësimin e tij për situatën. Në nivel të vendit, paga mesatare për muajin janar ka qenë 370 euro. Një pjesë e ekonomistëve mendojnë se vetëm matja statistikore nuk e reflekton gjendjen reale, me atë se numri më i madh i punonjësve marrin paga më të ulta se paga mesatare, ndërsa vetëm një pjesë e vogël kanë të ardhura mujore të larta, me çka rritet mesatarja në nivel të gjithë vendit, shkruhet në analizën e portalit Portalt. Pothuajse 60% e votave në referendumin për ndryshimet kushtetuese në Turqi duhet të rinumërohen, vlerëson partia kryesore opozitare. Republikanët popullor mendojnë se gjatë zbatimit të referendumit janë bërë aktivitete të paligjshme, siç është përdorimi i fletvotimeve pavull. Pas numërimit të 99% të votave për ndryshime kushtetuese, kanë votuar 51 prej 3% e votuesve në Turqi.